Zonja, që ta dini ju, se po bëja një llogari para se të mbaja këtë fjalën për këtë projekt vendimi, ka rreth 150 ditë në punë dhe ka marrë 150 vet, ai bie çdo ditë ka punësuar një njeri. Se këta kanallin e votave, zonja Erpiniqi Mërkuri, nuk kanallin të shërbejnë qytetarëve. Kjo zonja me sa duket ka projekcion për 2027-ën. Nuk e dim si do performoj deri atëre që të shikojmë liderin global do ta miratoj apo jo për të qenë sërish kandidatur për zgjedhjet vendore, po është e pafalshme që në 150 ditë çdo ditë të marrësh një njeri në punë. Dhe pastaj themi do ulim kosto. Ore çfarë kosto do ulim ne? Çfarë kosto do ulim? Ditë për ditë një njeri ka zonja që punson. Të bënin ai punë të mirë çdo ditë do ta falenderonim dhe ne. Po jo, këta se kanë mendjen për të bërë punë të mirë. Ta kanallin si të frynë administratën, si të frynë kostot, që pastaj të vinë këtu dhe të thonë kemi shpenzime për administratën kaq lart. Kështu që mendoj që ky projekt vendim është në vazhdim natyre projekt vendime në të cilën fshihen shpeshherë dëshira për të vjedhur dhe për të shpërdoruar fondet e taksave dhe tarifave të qytetarëve dhe siç thanë edhe kolegët, do ishte e udhës që ne tani mos të vim të çdo muaj për të bërë një ndryshim në VKB numër 100 për miratimin e buxhetit se na dolën ca lekë të tjera. Tani se këto kush i kontrollon këto lekë? Ne vim këtu çdo muaj kemi një rialokim, se morëm ca lekë, na dolën ca me thesarin rakordime 1 milion, 2 milion, 3 milion. Ore ta bëjmë një herë mirë të punës, se është e pafalshme. Është e pafalshme edhe për juve, se ju kërkoni pastaj 26 vota, se do 26 vota për të, ndonjëri ikën edhe fillon pastaj manipulimi, ishim 25 apo ishim 26. Ti bëjmë njëre mirë që edhe ju s'keni problemi, sillni njerë këta zotrin që i keni në atë grupin e WhatsApp-it dhe u thoni urgjent në datën kaq se na duhet, edhe. Kështu që mendoj që është e tepërt ky projekt vendim, megjithatë unë e di fundin edhe